Përshëndetje fëmijë, urime 1 qershori, dita e fëmijëve. Qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, solli një atmosferë të veçantë në kryeqytet, ku shumë fëmijë u mblodhën për të festuar mes lojrave, recitimit të vjershave dhe dhuratave të shumta. Ndër hapësirat më të vizituara ishte ajo e kompanisë gjigante HEP, e cila prej 25 vjetësh operon në Kosovë dhe këtë vit shënon 125 vjetorin e themelimit në Gjermani. E njohur për prodhime të ushqimeve organike për fëmijët, HEP ka ndikuar ndër vite në rritjen e shëndetshme të më të vegjëlve në vendin tonë. HEP po feston 125 vjetorin e themelimit të saj në Gjermani, ndërsa në Kosovë është që 25 vite prezent. Në aktivitetet e ndryshme gjatë këtij viti që kemi pasur, jemi këtu edhe për ditën e fëmijëve, së bashku me fëmijët e kryeqytetit që t'i ofrojmë aktivitete të ndryshme si maskota e hipit, vizatime, ngjyrosje me figura të hipit, gjithashtu kemi edhe dhurata të shumta për fëmijët dhe prindërit të cilët janë prezent këtu. Siç po shihni, aktivitetive se ka filluar, fëmijë ka shumë të interesuar sepse janë mësuar tashme me produktet e hipit bio dhe i kanë përdorur që një kohë të gjatë. Mund të them që hipi ka zënë një vend të rëndësishëm në tregun kosovar, pasi që është njëri ndër produktet më të rëndësishme dhe më organike në tregun tonë. Ne kemi produktin e hipisit, ku është shumë i dashur nga fëmijët tonë këtu në Kosovë dhe i kemi përzgjedhur, pasi që është top produkt, kemi përzgjedhur që t'i dhurojmë falas për fëmijët tonë, sepse është shumë i dashur nga ta dhe është produkti më i shitur tani për tani në tregun e Kosovës. Që është fokusi i vizitorëve, qoftë nga Prishtina, qoftë edhe nga vendet e tjera. Ne së bashku me komunën e Prishtinës, që 2 vite me radhazi jemi duke e bërë këtë aktivitet dhe kemi parë që të jemi më afër fëmijëve. Sheshi është vendi ku i ofron dhe mundësi më të mirë fëmijëve të jenë prezent këtu. Qershori e di mirë se çfarë do fëmia, në njërën do lodra, në tjetrën qershia. Mami, babi, sa gëzim, kam këtu në shpirtin tim, prandaj dua të këndoj se na erdhi festa jonë. Qershiza të poqën e po kuqelojnë, po shtëpe me sullët, po krati vështrojnë. Quna dhe shupa duart larti gjasin, po nuk i arrin, prandaj zonë të thrasin. Po krate qershisë bëjnë si kur s'dëgjojnë, degëzat nuk ulen, sullët i provojnë. O qershi të kuqe, mbushur me lën plot, se qëndroni lartë, sa syzoj me dot, po të ishim poshtë, s'do na kishit lënë, dhe ashtu papjekur do t'na kishit ngrënë. Kudrat malet, kushimi, vetë bardha si kur teshi, djellit, ditës kush ja mori, e kush tjetër është djetori, po janori ngrinë shkë. Na për rrugë, na për fjallë, si po e bardha, na për valë. Gjëma, na pritë të mbara, shkrynjan e shtim para. Festa e sivjetshme ishte një tjetër kuptim i bukur në rrugëtimin e përbashkët për një fëmijëri të shëndetshme dhe të lumtur. Unë quhem Jan i Vishe, jam në klasën e 3 në shkollën Najm Frashere. Sa derdha këto që të kënaqem bashkë me të gjithë. Faleminderit. Jem në klasën e 3, i kom 8 vjetë, edhe unë jem rrit me shta, kër jem kanë ma vogël, shumë jem e kënaqur. Dhe i shoh fëmijët se si po kënaqen dhe po shoh plot fëmijë që po bëjnë foto me maskota të ndryshme. Po shoh edhe fëmijë që po lyen me ngjyra dhe dëshiroj edhe unë që të lyem si ata. Unë jam rrit me ushqimet e hipit dhe më kam pëlqyer shumë. Unë quhem Rita Nushi, jam vajzë 10 vjeçare, mësimit i vijoj në shkollën Hasar Prishtina dhe jam në klasën e 4. Këtu në shesh po kaloj shumë mirë sepse është një organizim shumë i bukur dhe po më pëlqen shumë vendi, sepse të gjitha organizimet janë bërë tamam për fëmijët që është mbajtur për fëmijët e 1 qershorit dhe po më pëlqen shumë. Përveç këtij libri për xhirosi që ma kanë dhuruar hipi, ma kanë dhuruar edhe këtë hip me të cilin jam rritur gjithmonë dhe më ka pëlqyer shumë.
125 vjet përvojë në prodhimin e ushqimeve organike dhe 25 vjet pranë familjeve në Kosovë, Tipi vazhdon të mbetet një partner i besuar për prindërit dhe një mik i dashur për fëmijët.